Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Të rinjt për të rinjt. Sot festojmë 8 dhjetorin, ditën e të rinjve, një ditë që na kujton energjinë, idetë dhe rolin e rëndësishëm që të rinjt kanë në shoqërinë e sotme. Në studio kam disa të rinj nga Këshilli Rinor i Korçës, të cilët do të ndajmë mendimet dhe përvojat e tyre pikërisht për këtë ditë. Dhe unë jam shumë e lumtur që t'i kem këtu, prandaj pa humbur kohë le të fillojmë me bisedën. E ftuara e parë për sot është Hamdiona Terolli. Përshëndetje Hamdiona. Faleminderit që erdhët me ne. Faleminderit juve për ftesën. Jona, fillimisht çfarë do të thotë për ty dita e rinisë? Duke qenë një ere aktive e Korçës edhe në përgjithësi në të gjitha aktivitetet, besoj ata që e ndjekin emisionin e kanë kuptuar këtë gjë. Dita e rinisë është një ditë shumë e rëndësishme. Më kujtohet, ndoshta ne nuk kemi jetuar në atë kohë, po 8 dhjetori i viteve 90 është, le të themi, momenti më i rëndësishëm për të gjithë ne si rini, por edhe ne si popull shqiptar për të krijuar ndryshimin dhe për ta krijuar atë ndryshim që mungonte prej shumë vitesh, në të mirën e përgjithshme. Ajo fjalia e famshme "e duam Shqipërinë si gjithë Europa" është, le të themi, nisja e ndryshimit në vendin tonë dhe normalisht është një ditë që duhet kujtuar madje me shumë pasion edhe me shumë lumturi, sepse nëse nuk do të ishte pikërisht ai grupi i vogël i studentëve nga Universiteti i Tiranës bashkë me pedagogët që do të fillonin të bojkotonin mësimin dhe që bën ndryshime më pas, ndoshta nuk do të kishim arritur kaq shpejt këtu ku jemi sot dhe duhet t'u jemi falënderues atyre. Pse mendon se është e rëndësishme kjo ditë për të rinjt? Është e rëndësishme sepse çdo vit na kujtohet që ndryshimin e sjellim ne. Jemi ne të rinj që jemi motori i shoqërisë, ai që mund të sjellë ndryshimin, ai që mund të bëj realitet ëndrat, dëshirat, jo vetëm tonat, por të gjithë popullit shqiptar, sepse ndoshta ata që janë pak më të mëdhenj në moshë mendojnë se tani e kanë kohën të rinjt, le t'ja ulem të rinjve ndryshimit dhe në momentin që dhe ne të rinj dëgjojsohemi që është koha jonë, çdo ditë është një mundësi e re për ne për të ndryshuar, për të bërë realitet ëndrat tona, për të krijuar mundësi për veten dhe për të gjithë bashkëmoshëtarët tanë në vendin tonë, është një përgjegjësi shumë e madhe, por edhe një nga më të bukurat që ti të jesh aktiv edhe të shohësh vendin tënd aty ku ti dëshiron ta shohësh atë. Ti pikërisht e përmende që roli i të rinjve pra ka ndryshuar në kalimin e viteve. Po pikërisht si ka ndryshuar ky rol në Shqipëri? Tani mendimi im personal është pikërisht të rinjt të fuqizuan që në datën 8 dhjetor. Jo se më përpara nuk kishin fuqinë, por nuk ishin të vetëdijshëm për fuqinë që kishin. Dhe pikërisht ai zgjimi brenda vetes i fuqisë ishte ajo që solli ndryshimin dhe që atëherë fuqia dhe forca e rinisë nuk kanë dalur. Ne mund të shohim sot se sa ndryshe dhe në çfarë realiteti ne jetojmë ndryshe dhe në krahasim me ato vite dhe normalisht është një gjë shumë pozitive kjo. Një gjë tjetër është edhe fakti që ne jemi më afër Europës, jemi më afër mënyrës së jetesës, konceptit, mendimit që të rinjt bashkëmoshëtarët tanë kanë në vendet e tjera, jo vetëm europiane, po edhe të kontinenteve të tjera të Amerikës, të Azisë apo ndoshta më pak të Afrikës, por që gjithsesi e shohim ndryshimin edhe pikërisht 8 dhjetori e quaj si fillimin e vetëdijes rinore për fuqinë dhe për entuziazmin që ajo mbart edhe për ndryshimin që mund të sjellë ndoshta edhe një grup fare i vogël rinor. Pastaj në ditët e sotme ne shohim të rinj shumë më të ndërgjegjshëm për atë që kanë ata në dorë, për fuqinë e tyre dhe për mundësitë që çdo ditë jeta u jep atyre, pastaj se si ata i përdorin mbetet normalisht në dorën e tyre, por jam e lumtur që të rinjt, sidomos ata shqiptarë, kanë kuptuar që gjithçka mund ta ndërtojnë vetë. Çdo gjë që atyre ju del përpara janë në gjendje ta përballojnë dhe gjithmonë luftojnë për të ardhmen e tyre. Pra gjithmonë kanë një vizion për më shumë, jo për të ardhmen, jo vetëm për të tashmen. Gjithmonë mundohen që të bëjnë diçka për të ndryshuar të ardhmen e tyre dhe jo vetëm për të shijuar të tashmen. Kështu që kjo më pëlqen. Po.
Ti Jona je një pjesë shumë aktive e rinisë të qytetit të Korçës. E kemi përmendur dhe më parë dhe në episodet e mëparshme ku Jona ka qenë e ftuar dhe ka folur për shumë prej eksperiencave të saj. Pikërisht, çfarë të motivon ty që të jesh kaq pjesë aktive në qytetin e Korçës? Le të themi se unë në shkollën nëntëvjeçare, duke qenë se dhe aktivitetet janë më të limituara, ose të paktën kështu ishin atëherë kur isha unë, para 3 viteve, nuk kam marrë shumë pjesë në për aktivitete të ndryshme ose aq më pak edhe në aktivitete që përfshinin të gjithë qytetin apo edhe në rang kombëtar. Ndërsa kur erdha në gjimnaz, thash në çfarë do lloj aktiviteti që do të bëhet, do të marr pjesë. Patë shpërthimin tënd. Po, patë shpërthimin tim edhe pata mbështetje nga të gjitha institucionet, domethënë normalisht drejtoria, stafi mësimor i shkollës janë gjithmonë një përkrahje shumë e madhe e jona, por edhe këshilli rinor gjithashtu apo edhe persona të tjerë në bashki edhe në të gjitha institucionet e qytetit tonë janë një mbështetje shumë e madhe e rinisë dhe ishte pikërisht ky moment kur unë vendosa që të jem një pjesë aktive e qytetit, jo vetëm për të sjellë ndryshimin tim, por edhe për të ndryshuar unë vetë, sepse më beso çdo aktivitet edhe besoj se edhe ti e ke ndjerë që çdo aktivitet edhe çdo pjesëmarrje të ndryshon, lej gjurmë tek ti dhe besoj se Jona e vogël do ishte krenare për aktivitetet dhe për ndryshimin. Domethënë nëse do të ktheheshim pas në kohë dhe do të më thoshte dikush në shkollën nëntëvjeçare që se do të jesh shumë aktive në çdo aktivitet që do të bëhet, jo vetëm në shkollë, po edhe në qytet, mbas edhe nuk do ta besoja. Dhe do thaja që ja, nuk besoj se do jetë e vërtet, por që mund të ndodhe dhe janë pikërisht këto gjërat të vogla ku ne marrim pjesë, që sjellin ndryshime më të madh jo vetëm tek shoqëria, por duke nisur pikërisht nga vetja. Dhe është pikërisht kështu. Ndoshta mund të duken si gjëra të vogla, po kur të kthehesh pas në kohë përsëri dhe do ta ndjesh përsëri atë shihen, ato emocione që ke ndjer nga gjitha aktivitetet që ke marrë pjesë. Më besoj që kur kthehem ndonjëherë, se ne na do të shkosh më bukur, që në momentin që nuk kemi internet, gjëja e parë që bëjmë është hapim galerinë. Dhe më besoj që sa herë hap galerinë edhe shoh foto të ndryshme nga shumë aktivitete që në vit të parë edhe deri në vitin e tretë që unë jam tani, besoj që nostalgjia është shumë e madhe dhe shikoj që si kam ndryshuar jo vetëm unë si person, po edhe mendimi im dhe mënyra se si shijoj, se si kuptoj gjërat edhe çdo gjë që ndodh rreth meje, kështu që është shumë ndjesje. Nostalgjia ta bën që ta ndjesh më shumë atë lumturi që ti mund të kesh ndjer në ato momente. Pa diskutim. Ndalemi pak tek Këshilli Rinor i Korçës. Çfarë është pikërisht ky këshill dhe cili është roli yt në të? Okej. Atëherë, Këshilli Rinor është një organizim, një ndihmës për bashkinë, normalisht, është një grup të rinj së bashku me një person që i drejton ata, dhe kemi dhe këshilltarin tonë, këshilltari i rinisë që është Joan Deli, besoj se të gjithë ne të rinjt aktive njohim Joanin dhe e përshëndes. Dhe Këshilli Rinor pikërisht është ky grupi i nxënësve, i të rinjve nga gjimnazet e Korçës, por edhe nga universiteti, të cilët ne mblidhemi, bëjmë edhe disa mbledhje së bashku me kryetarin e bashkisë për të diskutuar mbi çështjet e rinisë, mbi problematikat me të cilat ne mund të hasim, mbi sugjerime, mbi aktivitete që ne propozojmë, mbi projekte që ne mund të propozojmë. Gjithashtu kemi bashkëpunim edhe me organizata të tjera, jo vetëm brenda Korçës, por në rang kombëtar, edhe organizata të tjera jashtë vendit, sigurisht, kemi pasur shumë aktivitete të tilla të cilat kanë qenë në bashkëpunim edhe me organizata të tjera përveç aktiviteteve që ne zhvillojmë. Dhe unë momentalisht jam në vitin e dytë të mandatit, sepse mandati për një antar të Këshillit Rinor është 2 vjeçar. Unë kam aplikuar vitin e kaluar, kur mbaroi mandati im i parshëm dhe u hap njoftimi, lajmërimi që të gjithë të rinjt që dëshirojnë të jenë pjesë e Këshillit Rinor të bëjnë aplikimin e tyre pranë bashkisë edhe pranë këshilltarit të rinisë, duke e plotësuar CV-t e tyre, duke bërë edhe një letër motivim, sepse dëshirojnë që të jenë pjesë e Këshillit Rinor dhe pas gjithë aplikimeve që janë bërë në vitin e kaluar, u zgjodhën antarët që janë momentalisht tek Këshilli Rinor, një prej cilëve jam edhe unë. Unë nuk ose kam ndonjë rol specifik, por jam thjesht antare e Këshillit Rinor si gjithë të tjerët.
për të gjithë ata që ndoshta mund të kenë dëshirë që të bëhen pjesë e Këshillit Rinor. Kur bëhen ndoshta këto aplikimet për të bërë pjesë e Këshillit, ndoshta ndonjë procedurë specifike që duhet të ndjekin për të aplikuar, që ndoshta nëse mund të kenë fatin e tyre që të bëhen pjesë të këtij këshilli. Unë do isha shumë e lumtur nëse do të kishim akoma dhe më shumë aplikime, ndryshe nga viti kur unë kam marrë pjesë apo dhe vitet e mëparshme. Do të isha shumë e lumtur sepse kështu do të kishim mundësinë që të kishim një grup akoma më të madh të rinj të cilët japin idetë e tyre, japin propozimet e tyre dhe normalisht do të zgjidhen ata më të mirët, ata që janë në gjendje të përfaqësojnë më së miri rinin e qytetit të Korçës. Siç e thash, unë jam në vitin e dytë. Dhe është pikërisht, domethënë në shtator nisi mandati im, viti i dytë i mandatit tim. Kështu që besoj se deri në shtatorin tjetër, kur mbyllet viti i dytë i mandatit tim, nuk do të jenë të hapur aplikime normalisht, por besoj se në shtatorin e vitit 2026 kur mbaron mandati 2 vjeçor, atëherë të rinjt që kanë dëshirë mund që të aplikojnë edhe të marrin pjesë në këtë konkurimin për të përzgjedhur për Këshillin Rinor. Nuk është se kam ndonjë procedurë specifike. Siç e thash, janë plotësimi i CV-s, ku ti plotëson të dhënat e tua personale dhe aktivitetet në të cilat ti ke marrë pjesë, se sa aktive ke qenë ti gjatë gjithë kohës përpara se të dëshiroje të bëhesh pjesë e Këshillit Rinor, dhe mendoj se sa më të shumta të jenë këto aktivitete, aq më potencial është një person për të bërë pjesë e Këshillit Rinor. Por edhe nëse ndoshta nuk ka kaq shumë aktivitete, nuk ka problem, sepse idetë dhe propozimet që ai sjell janë pikërisht një ndryshim shumë i madh dhe ajo se çfarë Këshilli Rinor kërkon të gjej tek çdo antar i saj. Bën edhe një letër motivim në të cilin thot arsyet e veta se pse dëshiron që të bëhet pjesë e Këshillit Rinor, çfarë do të sjellë ai tek Këshilli Rinor, çfarë fryme të re dëshiron të përcjell tek të gjithë të rinjt e Korçës, nëse ka ndonjë aktivitet ose ndonjë propozim specifik që dëshiron të bëhet, dhe pastaj janë disa dokumenta të tjerë, dokumenta personal që mund të gjejnë shumë lehtësisht. Kështu që besoj se pjesa më e rëndësishme se ku ata duhet të përshëndrohen për të gjithë ata që duan të aplikojnë është pikërisht CV-ja, që deri në momentin që do të vijë shtatori 2026 të futen në sa më shumë aktivitete për të pasuruar. Atë do thoja dhe unë që deri në shtatorin e ardhshëm është momenti i dur që ta përmbushin më tepër CV-n e tyre. Të plotësojnë CV-n edhe të bëhen gati për të qenë pjesë shumë e rëndësishme e Këshillit Rinor. Dhe letër motivimi, normalisht që letër motivimi, siç e thash edhe pak më përpara, është shumë e rëndësishëm që zgjedhja dhe përzgjedhja e këtyre antarëve të bëhet në mënyrë sa më të mirë të mundshme dhe sa më të drejtë normalisht. Por që kjo nuk do të thotë që ata që nuk zgjidhen pjesë e Këshillit Rinor nuk do të marrin pjesë në aktivitete. Këshilli Rinor është gjatë gjithë kohës shumë i hapur për bashkëpunime dhe për persona që nuk janë pjesë e Këshillit Rinor. Qendra Rinore gjithashtu që është hapur në qytetin e Korçës dhe që funksionon më së miri tashmë, është gjithashtu vendi ku të gjithë ne të rinjt kemi mundësi të shprehemi edhe të japim mendimet tona, qofshim apo jo pjesë e Këshillit Rinor. Pikërisht cilat kanë qenë disa nga aktivitetet që këtë vit ka zhvilluar, ka krijuar Këshilli Rinor i Korçës? Aktivitetet janë të shumta, ndoshta nuk janë aktivitete kaq të mëdha, sa që mund të mendohet që është Këshilli Rinor dhe aktivitetet duhet të jenë shumë të mëdha të përfshin qindra persona në mënyrë direkte, sepse në mënyrë indirekte të gjithë personat janë të përfshirë. Ka aktivitete të shumta, ne kemi bërë takime së bashku me Këshillin Rinor për çështje të ndryshme, sepse në Këshillin Rinor përveç se nxënësve, studentëve, ka edhe persona të tjerë që janë përfaqësues të organizatave të ndryshme. Për shembull, kemi përfaqësues nga World Visioni, kemi përfaqësues nga Shoqata e Grave, kemi përfaqësues nga organizata të ndryshme, pra, të cilat janë bashkëpunëtorët tanë edhe një përkrahje shumë e madhe e jona. Kemi zhvilluar disa aktivitete të ndryshme në qendra rinore, pikërisht për fuqizimin e të rinjve. Kemi pasur mundësinë që të njihemi dhe me persona të tjerë që nuk vinë nga qyteti jonë ose nga vendi jonë. Ka pasur një delegacion nga vende të tjera
që kanë erdhur dhe kanë vizituar mjediset edhe të qendrës trinore pikërisht për të njohur me aktivitetin që ne zhvillojmë me veprimtaritë që ne bëjmë me mjediset në të cilat ne zhvillojmë aktivitetin dhe mjediset që ne na janë vënë në dispozicion, përveç pastaj edhe mbledhjeve të ndryshme që kemi zhvilluar me disa mbledhje kemi zhvilluar edhe me kryetarin e bashkisë për të diskutuar në mënyrë të drejtë për drejtë për t'i përcjell atij problematikat që ka rinia dhe për të na kërkuar ai mendim se çfarë do dëshironim ne të bënim për të ndryshuar rinin ose problematikat dhe për t'i ardhur në ndihmë rinisë, le të themi. Kështu që aktivitetet janë të shumta, aktivitete që gjithmonë në fokus kanë fuqizimin e të rinjve dhe përkrahjen e tyre në çdo sferë të jetës. Dhe kështu që janë aktivitete që të gjithë të rinjt mund të marrin pjesë, mund të shfaqin interesin e tyre, njohuritë e tyre, kërkesat e tyre gjithashtu. Ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë ata, por nëpërmjet nesh që jemi përfaqësuesit e Këshillit Rinor dhe të rinjve në qytetin e Korçës. A mendon se zëri i të rinjve dëgjohet mjaftueshëm nga institucionet? Në qytetin tonë apo në qytetin tonë, por nëse edhe mund ta përgjithësosh më tepër. Tani, duke pasur eksperiencën time personale dhe duke qenë gjithmonë në kontakte të drejtë për drejta me institucione të ndryshme, duke qenë edhe pjesë aktive, unë e shoh që të rinjt vërtet dëgjohen, sidomos një pjesë shumë e madhe e kërkesave tona. Unë mund ta nis që te pjesa e teknologjisë. Ne të gjithë e dimë që në qytetin e Korçës teknologjia ka bërë vërtet një boom shumë të madh në mundësitë që ajo i ofron të rinjve. Kemi pafund kurse të ndryshme që organizohen tek biblioteka e qytetit, galeria arti digjitale gjithashtu një mundësi shumë e mirë për të gjithë ne të rinjt. Pra, teknologjia që vërtet kërkon një impenjim shumë të madh, por gjithashtu jep edhe mundësira të pafundme për ne të rinjt e sotëm, sepse çdo gjë rrotullohet rreth teknologjisë tashmë, i është vënë një fokus shumë i rëndësishëm në qytetin e Korçës dhe që këtu ne mund të kuptojmë se vërtet ndihet zëri i rinisë. Pastaj dhe projekte të shumta apo mjediset e ndryshme që ne na janë vënë në dispozicion, duke nisur nga qytetëza e fëmijëve apo edhe nga qendra rinore që u rikonstruktua dhe u hap pas disa viteve të mbylljes së saj, janë investime të cilat tregojnë se zëri i rinisë dhe rinia e Korçës vërtet vlerësohet për punën e saj dhe vërtet i vendoset një fokus shumë i rëndësishëm nga të gjithë institucionet. Kemi pafund aktivitete artistike që organizohen, kemi rin show, kemi artistët e vegjël të cilët marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, kemi universitetin gjithashtu që është një pjesë aktive me episodi 1 që u zhvillua pak ditë më përpara shfaqja. Kështu që janë të gjitha këto aktivitete që vërtetojnë se impenjimi nga ana e institucioneve është i madh për t'i mundësuar të rinjve të gjitha ato kushtet dhe plotësimin e nevojave që ata kanë për të zhvilluar dhe për të zhvilluar pikërisht në vendin e tyre. Duke qenë se ti je kaq pranë me të rinjt, me pjesën e të rinjve të cilët merren shumë shpesh me aktivitete, janë pjesë aktive e qytetit tonë. A ka diçka që do doje të ndryshoje ndoshta pikërisht për këtë rini, ndoshta për të bërë edhe pjesën tjetër pak më aktive? Tani, siç e the dhe ti, ne kemi shumë aktivitete, domethënë aktivitetet për rinin janë të shumta dhe këto aktivitete kanë në fokus rinin, jo vetëm atë siç e thash të Këshillit Rinor apo një grup specifik, por gjithmonë kërkoj përfshirja e sa më shumë të rinjve. Ne të rinjve ja u kemi lënë gjithmonë në dorë, domethënë ftesat kanë qenë gjithmonë të hapura, kanë qenë ftesa të hapura që kushdo që ka pasur dëshirë mund të vijë, nuk ka pasur asnjëherë një numër të kufizuar, madje ne gjithmonë kemi qenë shumë të lumtur kur përveç atyre karikeve që kemi vendosur në sallën e aktivitetit të na duhet të shtonim të tjera, sepse tregojnë vërtet që rinia është e vetëdijshme për impaktin që ajo ka dhe se sa e rëndësishme është pjesëmarrja e saj në këto aktivitete. Gjithçka ju lihet në dorë të rinjve, pra janë të rinjt që vendosen nëse duan të jenë pjesë e njërit apo tjetrit aktivitet dhe mendoj se normalisht gjithmonë ka vend për ndryshim, gjithmonë
e mira nuk ka fund, themi ne, por që gjithsesi me këto se çfarë po bën në qytetin e Korçës, unë jam shumë e lumtur duke pasur parasysh edhe aktivitetet që mund të zhvilloheshin kur ne ishim ende të vegjël dhe unë ndoshta jo unë personalisht, por kujtoj kushirirat e mia edhe vajzat ose djemt më të rritur në moshë se unë që ishin pjesë e rinisë asaj kohe dhe që tani kur unë flas me ta dhe i them që shiko se jam duke shkuar këtu ose po bëjmë këtë aktivitet, po bëjmë këtë projekt, ata thonë që ua sa shumë keni ndryshuar në kaq pak vite dhe kjo është një lumturi shumë e madhe për mua ose edhe të gjithë miqtë e mi që janë jashtë vendit, që kanë emigruar ose që kanë shkuar për shkollim, kur shohin aktivitetet që ne bëjmë dhe thonë tani që ikëm ne po i bëni të gjitha këto aktivitete dhe nganjëherë më vjen keq që nuk kanë jetuar këto aktivitete që ne po jetojmë, këtë mundësi, por nga ana tjetër jam edhe lumtur që shoh këtë evolucionin dhe këtë ndryshimin që ka erdhur, kështu që të gjithë ne së bashku, ashtu siç ndodhi në 8 dhjetor, ndoshta jo në ato përmasa, sepse ne nuk kemi pse të bëjmë protesta për të krijuar atë lloj ndryshimi që ata kërkuan, por për të fuqizuar zërin e të rinjve patjetër, për t'i bërë të rinjt të vetëdijshëm për fuqinë që kanë, edhe ata që nuk e kanë kuptuar ende, sepse me aktivitetet që kanë në fokus të rinjt janë shumë janë pikërisht ato aktivitetet të cilat i bëjnë të rinj të kuptojnë për fuqinë edhe për forcën që ata mbartin në vetvete, dashur apo pa dashur. Dhe kështu që ftesa ime është gjithmonë që të marrin pjesë në këto aktivitete, sa herë të ndjekin lajmërimet kur bëhen, janë në faqe të ndryshme ose të shkojnë edhe vetë të interesohen pranë bibliotekës së qytetit, pranë qendrës rinore apo dhe pranë institucioneve të tjera, të informohen për këto aktivitete dhe të njohin veten e tyre në dimensione që nuk e kanë njohur. Nuk është e rëndësishme që unë për shembull të mos shkoj dhe të mos marr pjesë në një aktivitet që mendoj se nuk kam aftësi, sepse mbasi gjatë rrugës do ta krijoj këtë aftësi dhe do të gjej nëse jo në rolin kryesor, një rol të dytë apo një funksion të dytë, unë sigurisht që do ta kem, sepse gjithmonë mundohemi të përfshijmë sa më shumë siç e thamë dhe të bëjmë të gjithë të ndihen pjesë e rinisë aktive të Korçës. Sidomos 2 vitet e fundit, në fakt, aktivitetet janë shtuar jashtë masës, sepse në të shkuarën vërtet ka patur aktivitete, po jo deri në këto përmasa kaq të shpeshta. Dhe gjithashtu është rritur shumë edhe numri i pjesëmarrësve në këto aktivitete, sepse diçka që ndodhte në të shkuarën ishte që në të gjitha aktivitetet shihje fytyrat e njëjta. Fytyrat e njëjta të njëjtëve të rinjve të njëjtë që shkonin, po. Ndërkohë që në ditët e sotme, në këto vitet e fundit vërtet është shtuar shumë numri dhe shihet që ende po vazhdon të rritet edhe më tepër. Po, dhe kjo në fakt është, unë flas nga eksperjenca ime personale, që të gjitha aktivitetet që kemi bërë ne, edhe në bashkëpunim në vitin e kaluar, për shembull, ne kemi pasur mundësinë të bëjmë edhe një binjagësim me Këshillin Rinor të Shkodrës, më falni, dhe janë të gjitha këto aktivitetet që ndoshta nisin shumë spontanisht, por që vazhdojnë dhe marrin një zhvillim shumë të madh dhe marrin dhe një përkrahje shumë të madhe, janë pikërisht aktivitete që të krijojnë edhe njohje ty. Është pafund njohje që unë kam krijuar nga këto aktivitete, pafund miqësira të reja që unë kam krijuar dhe mendoj se duke pasur edhe këtë si motiv të vetëm që po shkoj aty për të krijuar disa njohje të reja, pa marrë parasysh gjitha përfitimet ose pa njohur ti vetë përfitimet e tjera që do të vinë ngadalë duke qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, mendoj se është një motivim shumë i rëndësishëm për të rinjt për të marrë pjesë në këto aktivitete dhe për të qenë pjesë aktiva. Po, dhe njohje në fakt nuk janë vetëm në një rreth të vogël, siç e përmende ti, janë dhe binjagësimet me vendet e tjera dhe në fakt jo vetëm brenda në Shqipëri, edhe me jashtë Shqipërisë ka shumë vende të huaja që janë afruar, pra rrethi është bërë shumë i madh për njohjen mes të rinjve tani. Para disa ditësh ose para një javë e pak mbasta, mos gaboj, ne kemi shkuar tek qendra rinore për një aktivitet i cili, duke qenë se në qytetin e Korçës kanë erdhur 4 vajza për të bërë punë vullnetare nga Franca, janë të gjitha të 4-ta nga Franca, ato kanë erdhur për të bërë një 3 muajorsh këtej këtu pra, në qytetin e Korçës për të bërë punë vullnetare dhe për t'i ardhur në ndihmë jo vetëm qendrës rinore, por të gjithë komunitetit të rinjve në qytetin e Korçës. Janë këto Erasmus ose programe të tjera të cilat
Këshilli i Europës i ka organizuar, kështu që janë njohjet edhe ndërkombëtare dhe ne kishim mundësinë që të njiheshim me këto vajza, ato të na tregonin eksperiencën e tyre se si u bën pjesë e këtyre programeve dhe e këtyre projekteve dhe pse jo të gjithë ne të rinjt e Korçës dhe jo vetëm të marrin pjesë në këto projekte për të shkuar dhe ne për të kaluar disa javë apo ndoshta edhe disa muaj në vendet e tjera dhe janë pikërisht këto njohjet edhe ndërkombëtare që ty do të vlejnë shumë në punë, sa kujt di, ndoshta në momentin që do të shkosh një ditë andej, do të kesh nevojë për dikë dhe do ta kesh numrin e dikujt për t'i telefonuar. Kështu që janë eksperienca që duhen vlerësuar. Të falenderoj shumë Jona, është vërtet një kënaqësi shumë e madhe që ti je ftuar në këtë emision. Faleminderit. Do të shkëputemi për disa momente për një hapësirë të vogël publicitare dhe do të rikthehemi në studio me të ftuarin e radhës për të folur pikërisht përsëri për 8 dhjetorin, ditën e të rinjve. Na ndiqni. Mi që jemi rikthyer përsëri në studio për të folur përsëri për ditën e rinisë 8 dhjetorin. Jemi këtu me 2 të rinj, Marino Qosen dhe Dimitër Çanin. Përshëndetje, faleminderit që e pranuat ftesën. Faleminderit që për ftesën dhe për mua është gjithmonë kënaqësi që të rikthehem tek të për të rinjt. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Fillimisht e fillojmë bisedën duke ju pyetur ju se çfarë është për ju dita e rinisë. Për mua dita e rinisë është një ditë mjaft e rëndësishme për shoqërinë, edhe për të rinjtë të reja, të cilët mund të shprehin mendimin e tyre në shoqëri, edhe të jenë sa më të lirë në ato çka bëjnë. Për mua dita e rinisë është ajo ditë e cila nuk duhet festuar vetëm një herë në vit, duke hequr te konteksti historik të saj, por do të jetë e shtrirë gjatë gjithë vitit, sepse rinia çdo ditë është në punë, çdo ditë është në vrap, çdo ditë është aktive dhe çdo ditë rinia duhet të reflektojë për të ardhmen e saj. Pse mendoni ju se kjo ditë është e rëndësishme për rinin? Atëherë, unë mendoj se kjo ditë është e rëndësishme për rinin, jo vetëm për kontekstin e saj historik, për atë çka bën 35 vite më parë të rinjt, mirë po edhe për atë çka duhet të bëjnë sot, për hapat që duhet të ndërmarrin në shoqëri dhe për të qenë sa më aktiv në jetën shoqërore të vendit. Kjo ditë është e rëndësishme sepse i kujton rinisë që je këtu për të punuar, për të jetuar. Është një ditë që i kujton rinisë se nuk je për të ndendur në kafe, nuk je për të ndendur në TikTok, je një rini aktive që duhet të veprosh, një rini që duhet të luftosh dhe të jesh gjithmonë në konkurrencë në luftë me veten. A mendoni ju se me kalimin e viteve, me zhvillimin e shoqërisë, edhe roli i të rinjve në Shqipëri ka ndryshuar? Roli i të rinjve në Shqipëri ka ndryshuar për mirë, kjo duhet të them, por ka akoma vend për përmirësim, sepse ka shumë të rinj sot të cilët nuk gjejnë veten e tyre, ka shumë të rinj të cilët janë ende në censur, qoftë nga pjesa e familjes, qoftë edhe nga neglizhenca e institucioneve që është për mua e pakonceptueshme dhe papranueshme në kohën e sotme. Zëri të rinjve sot dëgjohet më shumë se kur, sepse kemi të bëjmë edhe me platformat e rrjeteve sociale, mirë po diçka që duhet të ndryshojë në shoqërinë tonë duhet të jetë se duhet të jenë më të mbushura bibliotekat dhe libraritë sesa kafenet dhe baret e restorantet. Diçka e dukshme në ditët e sotme është se janë shtuar vërtet shumë aktivitetet me të rinjt. Ju e dini sepse dhe ju jeni pjesë aktive e qytetit të Korçës. Pikërisht çfarë ju motivon ju që të jeni pjesë në gati çdo aktivitet që organizohet në qytetin tonë? Në aktivitetin tim multidisiplinar që unë zhvilloj si i ri i këtij qyteti, më motivon fakti për të parë të tjerë të mirë. Unë pjesën më të madhe të aktivitetit tim e kam të drejtuar drejt aktivizmit apo vullnetarizmit. Ne kemi folur më parë me ty Marino për episodin e parë. Po. Dhe ka qenë domethënë e them kështu, i gjithë ky aktivitet aktivizëm dhe vullnetarizëm më bën mua të shoh të tjerë të mirë dhe kjo gjë më motivon dhe më luftron pa mas. Unë këtu do të ndaj edhe një rast konkret me një shoqëri paqëruese, të cilën kam marrë pjesë në një aktivitet që ato zhvillonin jashtë vendit dhe të shikoj gjatë feedback pozitiv të atyre fëmijëve që ishin në luftë, të atyre fëmijëve që ishin, nuk e di, në varfëri të tejskajshme, dhe të shikoj atë lotin që u ditë nga gëzimi, ato sy që u shkëlqenit, të jepte atë motivimin, atë forcën, atë lumturinë, atë feedbackun që nuk mund ta jep asnjë punë tjetër, por edhe tek pjesa artistike. Pjesa artistike është që të mbush shpirtërisht, të mbush nëpërmjet arti është hynor dhe nuk ka asnjë
motivim më të mirë apo terapi më të mirë se ç'është arti. Kështu që në aktivitetin tim, përveç gjithë këtij motivimi, jam gjithmonë për ta parë të rinin mirë, për të dhënë dhe unë atë impaktin tim në shoqëri apo për ta bërë shoqërinë edhe një vend më të mirë për të gjithë të rinjt. Të gjithë ai vendi që të jenë të pranuar, të gjithë ai vendi ku të rinjt do të mund të shprehin hapur mendimin e tyre, të gjithë ai vendi ku të rinjt do ta shikojnë njëri tjetrin si familje, pra do të jetë ai vendi ku të rinjt do të bashkohen për të qenë një fuqi e madhe. Ajo që kam motivon mua personalisht për të qenë i ri sa më aktiv dhe që merr pjesë në aktivitete të ndryshme të rinisë është gëzimi, aftësitë që ne përfitojmë, shakat pse jo me shokët e shoqet, por çka është më e rëndësishmja është të jemi aktiv edhe të bëjmë diçka të vlefshme për shoqërinë, por edhe për ata të cilët na mbështesin çdo ditë. Marina e përmendi në fakt një prej shumë aktiviteteve në të cilat ai merr pjesë. Po për ty Dimitri, cili ka qenë një aktivitet që mund ta përmendësh, që mund të ketë lënë më tepër mbresa? Një aktivitet që më ka lënë mbresa është për shembull vitin e kaluar kam marrë pjesë në një aktivitet vullnetar ku shkuam në Mercy House, një shtëpi ku ne kontribuojmë dhe gatuajmë për njerëz të cilët kanë nevojë dhe nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme për të marrë ushqim për veten e tyre. Edhe bashkë me profesorin e matematikës në gjimnazin ton, kemi shkuar aty dhe kemi përgatitur disa vakte që kanë ngrohur zemrat e tyre. Po. A mendoni se në ditët e sotme zëri i të rinjve dëgjohet mjaftueshëm nga institucionet përkatëse? Ka ndryshuar dhe ka ndryshuar për mirë, por ka ende vend për përmirësim. Thash, neglizhenca institucionale në ditët e sotme është katastrofike. Vërtet kemi disa raste që shfaqen mirë, kemi raste të cilat zëri i të rinjve është dëgjuar, por është një anë tjetër e medaljes komplet e ndryshme nga kjo që ne na shfaqet kryesisht në rrjetet sociale, sepse ndonjëherë institucionet janë drejt përfitimit personal, institucionet ndonjëherë janë drejt pjesës të përfitimeve, të hipokrizive apo dhe korrupsionit. Gjë që i strehtë ata të rinj, i tërheq ata drejt qëndrimit në hije. Por jemi në rrugë të mbarë, do ta them këtë, që mos e them gjithë në bardhëzi, jemi në rrugë të mbarë. Megjithse në shoqërinë tonë dhe në institucionet e vendit tonë ekziston fenomeni jo vetëm i korrupsionit, por edhe i mikut. Po. Raste si shoku tim, si Marina edhe shumë shokë shoqe të tjera të cilët merren me aktivitete edhe ndërveprojnë edhe me institucionet për t'i realizuar këto, do të thotë se institucionet në ditët e sotme janë të afta për të bashkëpunuar me ne dhe për të sjellë në jetë aktivitete të ndryshme. Po. Ne në fakt folëm pak minuta më parë edhe me Jonën, e cila na foli më tepër për Këshillin e Qarkut të Korçës dhe për aktivitetin që ata kryejnë. Po, cilat mendoni ju se janë disa nga sfidat më të mëdha për të rinjt në ditët e sotme në qytetin tonë, por jo vetëm? Unë të thoja është si fillim presioni, duke qenë se jemi në një shoqëri hermetike, në një shoqëri të mbyllur, presioni është shkatrues, sepse nuk bëhet fjalë për një presion që t'ia vendos vetes për të bërë më i mirë. Është një presion që ta vendos familja, një presion që ta vendos shoqëria, një presion që ta vendos si në rrjetet sociale. Së dyti do të thoja mundësitë e pakta. Po marrim rastin e rajonit tonë që nuk ofrojnë shumë mundësi sa që mund të ofrojë Tirana, Durrësi etj. Mendoj që gjithashtu edhe pjesa e nepotizmit ndikon shumë në rajonin tonë, gjë që është për të ardhur shumë keq. Për mua ato që ndikojnë më shumë janë paragjykimet të cilat vijnë me pjesëmarrje në këto aktivitete të ndryshme, sepse gjithmonë brezat e vjetër kanë atë nostalgjinë. Edhe mendojnë se këto që bëjmë ne janë gjëra të çuditshme ose ndoshta pak më pa vlerë. Po, pak më të pavlera, siç e the. Gjithashtu është edhe fakti që Shqipëria, ndonse tash po ndërvepron më shumë me shtetet e tjera, historikisht ka qenë një vend më i mbyllur edhe nuk ka qenë kaq pro të rinjve dhe kaq pro inovacionit. Gjithmonë duhet ajo koha e posaçme për të bërë ndryshimin, sepse vetëm vitet e fundit ka filluar që edhe aktivitetet edhe pjesëmarrja e të rinjve të jetë në një shifër kaq të lartë. Por kërkohet gjithmonë edhe shtysa për të rinj që të marrin pjesë në këto aktivitete. A mendoni ju se ka mjaftueshëm hapësira në qytetin tonë ku të rinjt mund të shprehen? Qoftë të shprehin talentet e tyre, qoftë të shprehin emocionet, ndjenjat e tyre.
Hapësirat janë, por nuk është fuqia nxitse për këta të rinj, mendoj unë. Hapësirat janë të pafundme, ka goxha mundësi më shumë se çka patur në vitet e kaluara, por duhet dikush ose diçka që t'i shtyjë këta të rinj. Vërtet dikush mund të jetë shumë i talentuar, por nuk e di këtë talent që ka. Si ta nxisim që ta zbulojë këtë talent. Është një njerëz që ka shumë për të treguar. Hajde ta nxisim si ta bëjmë këtë të rinj që të tregojmë shumë nga vetja e tij. Dhe kjo mund të realizohet fare mirë nëpërmjet shoqërisë, duke krijuar një shoqëri më bashkëkohore, një shoqëri më unite në qelizën e vet, duke bërë një familje më të lumtur, një familje më të rregullt, duke bërë më shumë një shkollë më bashkëkohore, një shkollë më kolektive, një shkollë më pranuese. Çdo gjë mund të bëhet nëse jemi ne për ata, pra një për të gjithë e të gjithë për një. Të gjithë ne këto kohë të fundit kemi ndërmarrë më shumë aktivitete, kemi marrë pjesë në më shumë aktivitete se të gjitha aktivitetet marra bashkë në 5 vitet e fundit, le të themi. Mirë po ka hapësirë për përmirësim gjithmonë, sidomos në një vend si Shqipëria. Gjithashtu shkollat, gjimnazet mund të ndërveprojnë më shumë institucione që ta sjellin më afër këtë frymën aktive të rinisë. Edhe pse jo të japin kredite për këto që bëjnë, dhe jo të jenë thjesht vullnetare, të vlerësohen, të kenë vlerësimin e tyre, sepse këto aktivitete kërkojnë kohë dhe vullnet, njësoj si mësimet, edhe aktivitetet kërkojnë ndjersë. Unë do thoja këtu që siç mund të jepet ajo bursa e ekselencës në fund të vitit, pse mos kishte edhe forma të ndryshme vlerësimi për të rinjt të cilët merren në pjesën e vullnetarizmit, për të rinjt të cilët bëjnë një projekt artistik, për të rinjt e inovacionit, mos mjaftohen thjesht me një falënderim në një post Facebook apo me një postim i cili nesër pas nesër do të humbë në algoritmin e përfaqe dhe askush nuk do të kujtohet më. Dhe mendoj që është kjo pjesa e këtij hermetizmit të mendimit të shoqërisë shqiptare, e cila i kthen gjithmonë njerëzit drejt atij që mëson, drejt atij që thjesht nxjerr atë notë të dëftesë me të gjitha dieta, dhe unë mendoj që ai vërtet e ka nxjerr me të gjitha dieta, por ka shumë është ky tjetri që i cili ka bërë një punë kolosale me një aktivitet, është ky tjetri që ka bërë një punë kolosale me një zhvillim të caktuar, me një zbulim të caktuar, dhe pse mos vlerësohet edhe ai. Po. Të gjithë kanë kapacitetin të rriten me diametër të ndryshëm, nuk kanë të gjithë nuk kanë të gjithë të njëjtat aftësi apo të njëjtat hobi, të njëjtat pasione, kështu që secili duhet të mbështetet në pasionet që ka që të arrijë potencialin maksimal të vetes së tij. Po, pikërisht kjo është e rëndësishme që të gjithë ta kenë mundësinë për ta shprehur sa më tepër atë talentin e tyre. Po nga ana tjetër si ndikojnë rrjetet sociale tek të rinjt? Unë e pres përgjigjen që ndikojnë negativisht, që ju merr shumë prej kohës së tyre, po gjithashtu a nuk mendoni se ka dhe anë pozitive, sepse për shembull shumë prej aktiviteteve që mund të realizohen postohen në rrjetet sociale dhe është një mënyrë shumë e mirë se si të rinjt mund ta kuptojnë se kur, si, çfarë aktivitetesh të reja do të ndodhin. Edhe pse janë shumë toksike rrjetet sociale këto neta, vërtet që janë njohur shumë mirë komunikimi drejt këtij globalizmit të kohës sonë. Gjithashtu për aktivitetin tim janë shumë të nevojshme, sepse unë reklamoj aty punën time, reklamoj aty aktivitetin tim, bëj ftesa për bashkëpunime, marr ftesa nga njerëz të tjerë. Pra, unë reklamoj në botë, marr feedback nga të tjerët, diku të përmirësohem, diku jam okay. Por që rrjetet sociale janë një ndërvarësi, do thojmë, mes njëri tjetrit. Rrjetet sociale, siç e dim të gjithë, ishin një revolucion për njerëzimin, një nga shpiket më të mëdha të tij, edhe sollën edhe fenomenin e globalizmit, sepse të tërë në botë shikojnë çfarë bën gjithë secili në botë. Kështu dhe Shqipëria merr pjesë në globalizmin. Gjithashtu ndërmerr aktivitete të ndryshme siç marrin edhe vende të tjera. Mirë po, siç e thamë, media sociale kanë edhe ato ndikimin e tyre negativ, me ato me scroller në TikTok ose që shikojnë tërkohës gjëra kot ose nuk shikojnë gjëra me vlerë. Mirë po, nëse përdoren për mirë, përdoren për të reklamuar vlerat morale të shoqërisë, përdoren për të reklamuar ato aktivitete shumë të bukura që ne bëjmë të gjithë bashkë, atëherë mund të themi se kanë një ndikim shumë të mirë në shoqëri. Shembullin konkret e kemi në studio në fakt për Marinën, që është gjithmonë shumë aktiv në rrjetet sociale për të postuar për të gjitha aktivitetet që ai merr pjesë. Lena e i ka parë, i ka parë Lena, shoqë.
A mendoni se të rinjt në ditët e sotme ndjejnë presionin nga shkolla, nga familja, nga shoqëria? Presioni është shumë i madh në të gjitha kohrat dhe në çdo pozicion ku një njeri ndodhet, sepse është gjithmonë drejta ajo përsosjes së vetvetes. Por ka raste kur ky presion kthehet në stres negativ, kthehet për atë në një mënyrë të kotë, duke munduar që të jetë i njëjtë si shoqëria, të jetë gjithmonë në rrymën e shoqërisë, të jetë, si të thuash, on top gjithkohës. Dhe haron ndonjëherë që ky presion që ati vendos të për të qenë më mirë, po e shkatron. Kështu që presioni duhet të jetë ai i cili duhet të ndihmojë të riun të zhvillohet. Ta nxit, po. Dhe asnjëherë ta shkatrojë atë. Dhe kjo varet edhe nga mindseti, nga mentaliteti që ai ri ka, nga familja ku është rritur. Por le të ta anashkalojmë familjen, sepse një njeri mund të ndryshojë mindsetin e vet në çdo moment, në çdo kohë duke formosur veten e tij nga shoqëria që e rrethon. Por njeri që ka logjik të ftohtë, njeri që ka mendim kritik, e sigurt që do të zgjedh çdo gjë të mirë që ofron shoqëria dhe këtë presion do ta përdorë gjithmonë për zhvillim dhe për rritjen e karrierë. Apo jo vetëm në karrierë, por edhe për vete. Po. Unë do të përmendja një shprehje shumë të bukur. Presioni dalin diamantet. Mirë po presioni nuk do të jetë aq i fortë sa ti step të rinj. Po, sa të thyej që të mos realizosh ëndrat e tua. Gjithmonë ka për të pasur presion nga prindit dhe nga shoqëria, sepse ata kanë mendimin e tyre, kanë kaluar eksperiencat e tyre në jetë, edhe mendojnë se bazuar mbi provojat e tyre mund të t'japin këshilla, edhe mendojnë se gjithmonë kanë të drejtë, po jo gjithmonë kanë, edhe të rinjt në fund do marrin vetë vendimet për veten e tyre dhe duhet të shfaqin këmbëngulje dhe guxim në këto vendime që ata marrin. Do futem pak në një pjesë më personale. Cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen tuaj? Janë shumë. Ti je i ri, do të thotë ti ke ëndra, ti je i ri, do të thotë të luftosh për to. Dhe pritshmëritë për të ardhmen janë që si fillim, pa flasje për pjesën kolektive më pas për personale, janë të shikojë një rini të bashkuar, një rini të fortë, një rini që është për njëri tjetrin, një rini që flet, një rini që merr aksione, një rini ekzibicioniste do të thojmë. Për sa i përket Marinas, do të thoja pritshmëritë e mia janë që të kem ngritje në karrierë, por dhe kjo ngritje në karrierë të shfrytëzohet për impakt në shoqëri dhe impakt pozitiv. Së pari, të rinjt gjithmonë duhet të jenë ajo shtrësha e shoqërisë që sjell zhvillim, që sjell ndryshimin. Unë personalisht, përveç se dua që të bëhem një profesionist dinjitoz në të ardhmen, dua edhe të jem një njeri i mirë, sepse kjo është gjëja më e rëndësishme, një njeri i edukuar, një qytetar i denj për shoqërinë, i cili është gjithmonë aktiv dhe merr pjesë në jetën shoqërore, ashtu siç po marrim edhe në vitet e rinisë. Po në një rreth më të gjerë, si e shihni ju të ardhmen e rinisë në Shqipëri? Këtu do doja që të mos e thoja këtë përgjigje, por me që po shohim largime, rini e cila po bën një dekadencë shumë të madhe, një rini e cila po ndryshon 360 gradë për keq në shumicën e rasteve, mendoj që duhet marrë shumë aksione dhe shumë veprime nga institucionet, familjas, shkolla, për ta kthyer të rinia aty ku duhet të jetë. Kemi parë përpjekje, rinia është duke u rikthyer, por është një përqindje shumë e vogël duke marrë në krahasim gjithë rinin, e cila po bën këtë dekadencën që tham. Por, pse ta shikojmë vetëm bardhëzi, jam optimist që rinia do të shkojë aty ku ishte, madje edhe më mirë. Po presim një Shqipëri që të hyjë në Bashkimin Evropian, po presim një Shqipëri inovatore, po presim një Shqipëri të zhvilluar dhe këtë kush do të bëjmë përveç se të rinjve. Të rinjt janë ushqyer që në vegjëli me atë mendimin do shkosh jashtë shtetit të studiosh edhe do bëhesh njeri i saktë sepse ky vend nuk bëhet. Po nëse nuk bëhet ky vend, kush do ta bëjë përveç se rinia. Pra rinia duhet të mendoj sa më shumë që të ri në këtë vend dhe të sjellë ndryshimin. Unë them që shteti nuk ka nevojë që të bëjë shumë që të arrijë ta mbajë rinin brenda vendit, po ka nevojë për pak e saktë. Domethënë të bëjë disa gjëra, disa ndryshime të vogla, të cilat rinia më pas mund t'i marrë dhe t'i zhdërojnë në ndryshime të mëdha, të cilat mund të sjellin një zhvillim të vendit. Gjithashtu shpresoj që hyrja në Bashkimin Evropian mos të jetë një
katalizator i emigrimit masiv, po të jetë një katalizator i zhvillimit evropian të Shqipërisë. Po, shumë e vërtetë. Në qoftë se do të mund të ktheheshit prapë në kohë, çfarë këshille do të jepnit vetes tuaj të vogël? Kjo duhet menduar. Vërtet duhet menduar pak, por jetoja jetën ashtu siç të vijë. Lufto, guxo, mos sustep, provo çdo gjë, përdor logjikën e ftohtë, ji vetvetja dhe ji gjithmonë ai Marina që ke qenë. Beso në vetvete dhe gjithmonë guxo. Pra le të themi që me rosi përbashkët i rinisë është guximi. Po. Pikërisht ti dole tek fjalja. Cila është një fjalë që do ta përshkruante më mirë rinin. Marina tha e me rosin e përbashkët. Një diçka që do ta përfaqësonte rinin, një fjalë do ishte dinamoja, le të themi, motori do të ishte. Sepse rinia në të vërtetë është motori i shoqërisë, janë ata të cilët sillen të gjitha ndryshimet rrënjësore në jetën shoqërore të vendit, por pse jo edhe ndryshime politike edhe të tjera. Po. Elina, le të themi që unë për fjalët që do të përfaqësonte rinin, do të thosha uniteti. Guximin e ta lëm për pjesë tjetër. Dy fjalë. Kush ju frymëzon ju në përditshmërinë tuaj si të rinj? Më frymëzon vetë Marina. Marina që të jetë ai njeriu i mirë, ai që të jetë ai njeriu që të marrë aksione për shoqërinë, të jetë ai njeriu i cili do të luftojë për këtë shoqëri, do të jetë ai njeriu i cili me aq pak sa të mundet do të mundohet të bëjë ndryshimin e madh. Ato çka më frymëzojnë mua në jetë që të jem një njeri sa më aktiv, janë prindrit, puna e tyre e palodhur që unë të kem një jetesë sa më të mirë, edhe të kem mundësitë e mia për të zhvilluar si individ, por si besimtar që jam edhe besimi në Zot më frymëzon shumë. Po. Këtu dua të ndalem pak më tepër në një hapësirë më të gjerë. Çfarë ju motivon ju në përditshmërinë tuaj? Qoftë këtu mund të përmendim edhe disa prej aktiviteteve të tjera që ju keni marrë pjesë dhe çfarë ju ka motivuar ju për të marrë pjesë në to. Motivimi... Ti Marino ke shumë për të folur këtu. Kështu që Nitel po ta le ty në radhë të parë flasash. E kisha fjalën nga që Marino s'ja kemi parë në rrjetet sociale të gjitha çfarë ka bërë. Folaj shumë sa harrova dhe pyetja. Çfarë të jep motivim çdo ditë? Dhe gjithashtu disa nga aktivitetet të cilat ti ke marrë pjesë, çfarë të ka motivuar për të marrë pjesë në to, mund t'i përmendesh? Me të flasaj se kemi për të folur bashkë. Ajo që më motivon që të merrem me aktivitete të ndryshme është fakti që zëhem çdo ditë është një ditë e re. Një ditë në të cilën ne mund të bëjmë një ndryshim sado të vogël në jetën tonë, edhe ta përqafojmë këtë ditë, edhe të bëjmë diçka të vlefshme sepse ne nuk e dim se sa kohë do të jemi këtu në këtë tokë, në këtë botë. Kështu që të bëjmë sa më shumë që të lëmë sa më shumë ngjyrë. Mua më motivon të bërit mirë për të tjerët. Më motivon fakti që unë jam mirë, por të jenë të tjerët mirë. Nëse jemi të gjithë mirë, atëherë është forca më e madhe dhe është uniteti më i madh. Për sa i përket motivimit në pjesëmarrje të aktiviteteve, motivimi vjen nga interesi personal. Pra unë kam interes për zhvillim kryesisht lingvistik, zhvillim human, përveç zhvillimit human vjen edhe zhvillim fizik. Po, e vërtet, po. Çfarë do të mund t'ju thoshit ju politikbërësve në një fjali, qoftë për një ndryshim për ta ndihmuar rinin e sotme? Ky mikrofon i vogël që do të çoj zërin tonë drejt politikbërësve. Do t'i thoja atij politikbërësit që mos mendo thjesht të mbushësh xhepat e tu, por shiko edhe të rinjt, sepse janë ata të cilët do të kesh mësuesit e tu në të ardhmen. Po. Janë ata të cilët do të ndjekin gjurmët e tua për të bërë mirë dhe mundohet të bësh sa më shumë mirë. Do të jenë pikërisht ata të rinj të cilët ti ke parë me përçmim që do të mbajnë ty vendin tënd. Janë ata të rinj të cilët do të luftojnë për vendin që ti je duke drejtuar. Po. Janë pikërisht ata të rinj të cilët ëndrrojnë dhe do të zhvillojnë këtë vend. Kështu që mos mendoj gjithmonë vetëm për veten tënde. Jepi mundësi edhe të tjerëve
jepi mundësi të zhvillohen, krijoju atyre mundësi, krijoju posibilitete për të qenë sa më lart. Ajo çka do t'ju thoja unë politik bërësve është njerëzit ju ulën atë karige, nuk ju ulën para të cilat ju dashuroni aq shumë, kështu që bëni diçka për ata që ju ulën atë karige, jo për atë çka po përfitoni nga ajo karige. Duke qenë se kemi mbritur dhe në fundin e këtij viti, si jeni ndjerë për këtë vit? Pra çfarë aktivitetesh keni kryer këtë vit? A jeni të kënaqur me aq sa keni ndërmarr brenda këtij viti? Këto do të ishte të bëj një episod i tërë për mua. Edhe njëtë nuk do të dilte. Por i gjithë viti ka qenë shumë intensiv, shumë i angazhuar dhe më vjen mirë, jam krenar dhe ju jam i njohur të gjithë atyre që më kanë suportuar dhe më kanë mbështetur, kryesisht familja, por dhe pjesa e bashkëpunëtorëve që kanë patur gjatë gjithë vitit, pjesa e miqve që kanë bërë gjatë gjithë vitit, më kanë ndihmuar shumë, sepse i gjithë viti im ka qenë sa tek pjesa artistike, sa tek pjesa e inovacionit dhe teknologjisë, kështu që unë mendoj që gjatë gjithë këtij viti kam marrë disa aftësi të cilat mund të më bëjnë që të përballoj botën e së ardhmes, të përballoj stresin e së ardhmes, aq më tepër të përballoj edhe një jetë pavarur që vjen së shpejti. Është shumë afër. Për mua ky vit ka qenë një vit plot aktivitete, plot gëzim, edhe kam përfituar shumë nga këto aktivitete, kam përfituar shumë përvoja. Biles mund të them që ky vit ka qenë viti me shumë aktivitete në jetën time. Shpresoj që viti që po vjen të na falë sa më shumë mundësi për të bërë sa më shumë aktivitete. Jam krenar për kontributin tim në aktivitetet të cilat kam marrë pjesë dhe ju shpreh milionin të gjithë atyre që më kanë mbështetur në realizimin e këtyre aktiviteteve. Si përfundim për ta përmbyllur këtë episod, çfarë do ishte një mesazh që ju do donin t'ju jepni të rinjve? Unë do të përdorja refrenin e këngës Thoja Rini për të dhënë mesazhin Thoja Rini këngës që di ti. Dhe kënga që di rinia është kënga më e bukur në botë. Është kënga e pasionit, kënga e zjarrit, kënga e luftës, kënga e përmirësimit, kënga e një rinie që nuk rri dot e ulur në një vend, të ngujuar në një vend, por kënga e një rinie që lufton, kënga e një rinie që do të ecë përpara dhe me rini që ecë përpara ecën dhe kombi. Të mundoheni të jeni sa më të kulturuar, të jeni individ të denjë për shoqërinë, të jeni të aftë që të sillni zhvillim në këtë vend dhe të sillni ndryshimin. Dhe çka është më e rëndësishme është që të jeni të guximshëm, edhe të mos keni frikë nga askush. Ju falenderoj shumë të dyve që ishit këtu sot me ne dhe ju uroj shumë suksese në këtë vit të ardhshëm që do vi me të gjitha aktivitetet që do t'ju presin. Faleminderit, ju ishte kënaqësi dhe ku i diet prapë prapë nga këto aktivitete të tjera. Faleminderit ju dhe pse jo të shihemi në një episod tjetër. Miq, kjo ishte gjithçka për episodin e sotëm të rinjt për të rinjt. Kemi folur në gjërësi për 8 dhjetorin, ditën e të rinjve, për impenjimin e të rinjve në shoqërinë e sotme, me energjinë e tyre dhe rolin e tyre. Kjo ishte gjithçka, deri në episodin e javës tjetër, na ndiqni. Faleminderit.